sot çdo shqiptar që ndjen se gjakun e tij rrjedh gjak shqiptari, duhet të ndëgjoj sirenat nga shpirti i kombit, nga zemra e tij, sirenat të cilat bien për një komb aktualisht pas një të ardhme. Kombi pari një të ardhme nuk ka kur. Këti kombi i ka ikur në 10 vite 620.000 të ri. Këti kombi i ka ndodhur që nga viti 2019 gjersot ka shumë më tepër vdekje se lindje. Ky komb deklaroi Organizata e Kombeve të Bashkuara një javë më parë, ka sot për shkak të migracionit indeksin më të ulët të lindjeve në botë. Atë u shkojnë. Shqiptarë dhe shqiptarë, cili do që i ka mbetur edhe një nonagram përgjegjësi ndaj matit dhe Shqipërisë, duhet të zgjohet, duhet të ngrihet për të shpëtuar matin dhe Shqipërinë. Miq, edhe njerë, pse largohen? Miq, nga viti 2007 gjë në vitin 2014, numri i qytetarëve në Matë, numri i banorëve në Matë dhe në Shqipëri është rritur nga viti në vit. Pra, nuk ishte se kishim rroga kaq të larta, as se kishim pensione kaq të larta, por kishte një gjë, si që din çdo matjan dhe shqiptar, rrogat rriteshin çdo vit, pensionet rriteshin çdo vit. Çfarë do thoshte kjo? Kjo do thoshte, sot kam pak, po vitin tjetër do të kem më shumë. Sot jam jo mirë, po vitin tjetër do bëhem më mirë. Pra kjo mban të shpresën. Çfarë ndodhi? Çfarë ndodhi, miq? Çfarë ndodhi, miq? Nga 2013 gjersot, pensionisti shqiptar që mirte, pension mesatar 143.000 lek, merr gjithsejt 172.000 lek pension mesatar. Por 57% e 760.000 pensionistëve nuk marrin pension të plot, marrin pension të pjesshëm, të stërpjesshëm. Pra, ndërsa pensionisti Malizzi, që mirte në 2013, 138.000 lek me lektona, sot merr 450.000 lek. Po pse? Sepse qeveria, kur ndante parat çdo vit, i kalonte një pjesë të rrogat dhe pensionet. Sepse qeveria shlyente detyrimin më njerëzor, më ligjor, më kushtetues, t'ja u kthej parat qytetarëve që ja u merr një pjesë. Kurse këta jo, nuk ekzistonin. Edi Rama solli 8 miliard euro
në buxhetin e vitit 2025. Sa ndau për 760.000 burra dhe gra që kanë shkri jetën e tyre për familjen, për matin, për Shqipërinë? 16 milion. 16 milion. Kur ne i kërkuam të votoj pensionin minimal 200 euro, jo tha, bijem në katastrofë, bijem në humner, nuk mund bëhet. Albin Kurti, një kryeministër tjetër shqiptar në Prishtinë, të njëjtin muaj, petin gjysmen e buxhetit të Shqipërisë, më pak se 4 miliard, ndau për gratë dhe burrat e thinjur të Kosovës, që kanë shkruar jetën për Kosovën, jo 16, 100 milion euro. Dhe rriti pensionit e tyre 20%. Ran katastrofë Kosova? Ran humner Kosova? Jo. Pse u ndala këtu? Edhe njëherë, Matjan edhe Matjan, nuk janë çështje partjake këto. Dhimbshuria nuk është dhunti apo virtuti një partie. Dhimbshuria është virtuti qenjes njerëzore. Çdo njeri që ka zemër dhe shpirt e ka ndjenjën e dhimbshurisë. E din që ai burr apo ajo grua me 100 euro apo 120 euro apo 150 euro nuk mbyll dot muajin, nuk merr dot ilaçet për mjekim, nuk merr kafshaten, nuk ushqen dot lipin apo mbesen. Në kështu apo jo? Kurse këta Prishti, po këta çfarë bëjnë? Fondet, më falni, fondet, parat tuaja, pensionet tuaja, rrogat tuaja, i vjedhin dhe vetëm i vjedhin. Po ndërtojmë rrugë, thot, Prishti, aty janë vjedhjet më të tmerrshme miq. Do t'u jap një shifër. Rruga e Kombit është rruga të cilën vetë Bekteli e ka shpallur një nga projektet më të vështira që ka realizuar në botë. Ka 27 metra e gjerë. Ka kushtuar 10 milion euro kilometri me gjithë tunelet e gjata të Kalimashit. Rruga e Arbrit, 27 kilometra të mbetura të rrugës e Arbrit, 11 apo 10 metra të gjëra, kanë kushtuar 11 milion euro kilometri. Prishti, po i lëm zonat malore, po zbresim në fush. Rruga Lush Njefir me 4 korsi ka kushtuar 1 milion euro kilometri e ndërtuar me kompani italiane. Por, me qenë se ishte në vitin 2005-2006, po e lam me një anë. Në vitin 2012 kemi përfunduar rrugën Levan Vlorë. Ajo është rruga më e gjerë e Shqipërisë. Është 35 metra e gjerë. Sa kushtoi? Ajo kushtoi gjithsejt 2.4 milion euro. 2.4 milion euro në një kohë kur rruga në Tiranë, rruga tek Kura Limuthit, kushton 20 milion euro. Unaza, 17 milion euro. Pra, o miq, çfarë do që jeni, të cilës parti që i përkisti, shikoni mërë si vidhen në mënyrë të pamëshkirë nga këta hajduta, më thonë. Ato para mund të ishin pensione sot. Dhe ju, o burra dhe gra që kini shkry jetën për Shqipërinë dhe matin,
duhet kishit një pension 450 euro sot. Vetëm kaq, jo, sër vetëm kaq. Nuk është vetëm kaq. Janë 130 milion euro të djegësit të Tiranës, që nuk ka një tull të vendosur, të zhdukura, para tuaja, të taksave tuaja. Po e disa janë 130 milion euro, 130 milion euro janë 812.000 pensione. 812.000 pensione. Të zhdukura. Miq, nuk është pra. Kurs mund pajtohesh. Po 5D-ja, këtu në Matësht, kudo, çfarë bën këta? Në vend se biznesmen të aplikojnë, të fitojnë tendera, i blokuan, i marrin vetë me familjarët. Ky agron male këtu, ky është një nga hajdutët më të mëdhenj të qeverisë vendore në Shqipëri. Miq, mos e merrni. Shikoni ç'është ky. Ky ka një vëlla që quhet Fatos. A e dini ju që Fatosi është një hajdut i pamëshirë i parave të ujëselësit e Tiranës dhe tenderave në Tiranë? Pra, agroni, nuk ngopet agroni me ato që vjedh ju matjanëve. Jo, si dalin, nuk i mjaftojnë. Po me Fatosin dhe Erion Velin, kanë vjedhur 10 milion euro qytetarët të Tiranës për punë, ujëselësash e tjerë. Çfarë bëjnë këta pra? Këta ndajnë para tjeri me tjetrin. Po pse i ndajnë para tjeri me tjetrin? Këta ndjekin modelin Rama. Këta ndjekin modelin Rama. Sepse e di Rama. Sepse e di Rama është sot i vetmi kryeministër në Europë që ka oborrin 8.300 metër katror tokë të tërën, të plaçkitur, të grabitur. Që ka sarajet 2 herë më të gjata se sarajet e Enver Hoxhës, i cili duhet të themi të vërtetën, ishte një gjaksor, po sarajet nuk i regjistrojnë emër të vetë. Jo, as të fëmijëve. I regjistroj pronë shtetit, kurse këto janë pronë edit. Këto saraj janë pronë edit. Këta njerëz, për këta njerëz, Matjanë dhe Matjanë. Matjanë dhe Matjanë të çdo binje që tjeni. Për këta njerëz ju nuk ekzistoni. Këta njerëz ju shumëzoj ju me 0. A e murd vesh ju Lubi Ballukun, që lanë me nderën e makinë saj me 10.000 euro në muaj. Të smurt vdesin. Të smurt vdesin për ilaçe nga smundjet e rënda në spitale. Kurse kjo, gjigla mingla, që hedh valle së hedh valle, kjo makinën do të pastroj me 10.000 euro në muaj. Para tuaja, taksat tuaja. Zgjoni shqiptarë.
Çfarë donë? Edi Rama mandatin. Edi Rama mandatin e donë për të shtuar nga krimet e tij monstruoze që ka kryer ndaj shqiptarëve. Po unë jam këtu. Unë jam Sali Berisha. Dhe unë ja fjalën. Unë ja fjalën matjanëve dhe shqiptarëve. Sa hy kur nuk do shkëtoj. Ai do përgjigjet 1000 për ato që i ka bërë mati dhe Shqipërisë. Ai e bëri provën. Tani është radha ime. Tani do shofja i. Po. Vi këtu tek ju. Pasi është fut në rreth të kuq. Jo për hakmarrje personale ndaj me, jo. Kur. Se në politik ajo nuk të ndihmon kur. Po për atë që u ka bërë ju. Për atë që u ka bërë ju, burra, gave, fëmijëve, trive. Ai është Jam, nuk e mohoj. Jam i kënaqur që vi para jush pasi është fut në rreth të kuq. Cili është rreth i kuq i ti? Më fani, që t'ja u shpjegoj pak. Po, ky njeri që me mafjen ndërkombëtare, me George Sorosin dhe të tjerë, hiqen si branë këtjerë, për këtë njeri, 6 muajt e fundit janë 4 rezoluta botërore, të cilat e damkosin fjalë për fjalë me ato që i kemi thënë ne. Dhe u garantoj ju, sa ata kur nuk do votonin fjalë tona, po të mos ishin 100% të vërteta. Edi Rama, këtu nga mati i burrave, edin veti. Të garantoj se shpallja jote në Valencia, nga 82 parti politike më të fuqishme të Europës, nga udhëheqja politike kryesore e Europës, partia e kancelarit Merz, e presidentes van der Leyen, e 14 kryeministrave, shpallja jote, si armik i votës lirë të shqiptarve, shpallja jote, si njeri që kërkon të shtypish pluralizmin në vendin tënd. Shpallja jote, si njeri që përpiqesh të shtypish opozitën. Shpallja jote, si pushtetar që qeveris me krimin. Nuk do të ndahen gjerë minutën e fundit jetës tënde. Ky është rreth i kuq, ndaj dhe je i pa shpresë. Ke fut si veten Agolmalet, ke fut si veten Lubi Ballukun, ke pru krye Bigjozdiun, e Shqipërisë Blendi Klosin. Ku është ai? Udhëheq si ti në Dibër, njeriu që lot Bigjoz me apartamente. Po, jo. Raca juaj do ketë vendin atje ku e meriton. Të dashur miq, Edi Rama gënjeu shqiptarët për 12 vite.
A i premtoj shëndetësin falas, premtoj 300.000 vende pune, premtoj 24 orë ujë të pishëm, premtoj rritje rrogash dhe pensionesh, por e vërteta është se në 12 vite a y varfroj shqiptarët si as kusht tjetër, rriten çmimet si në asnjë vend tjetër, largoj shqiptarët nga Shqipëria. Na edhe unë jam këtu të ky sot. Të kërkoj nga ju të kërkoj nga ju matjan edhe matjan të çdo force politike qofshi vetëm 100 ditë provë. Nuk kërkoj për pushtetin tim ta ketë qarë çdo shqiptar, se unë s'kam ambicje për pushtet. Nuk kam ambicje për para, jam dase, po të kisha pas ambicje për para, do isha një nga mjekët më të pasur. Por, tre vite më parë, kur konstatova se duan t'u lanë pa opozit, unë ngrita. Dhe sot ju keni opozit që ecën drejt fitores. Unë kërkoj nga çdo qytetar shqiptar vetëm 100 ditë për të transformuar Shqipërinë. 100 ditë në një mision. Në një mision në të cilin të gjithë shqiptarët do bashkojnë zemrat e tyre për të ndihmuar në radhë parë ata 760.000 burra dhe gra të thinjur që trajtohen në mënyrën më të padenjë me një pension qesharak dhe të dhimbshëm, për të vendosur minimumin jetik 200 euro. Kërkoj 100 ditë që ne të vendosim pensionin minimal 200 euro. Kërkoj 100 ditë për të shpalosur para çdo shqiptari një mundësi të re. Kërkoj 100 ditë për t'i dhënë çdo pensionisti dhe çdo rrogulti që s'do ketë rrogë ndën 500 euro. Kërkoj 100 ditë për të vendosur rrogën minimale 500 euro. Dhe për të dhënë kartën e konsumatorit. Kërkoj 100 ditë për të përgjysmuar tarifën e ujit për qytetarët, për të ulur në 7 lek çmimin e energjisë për qytetarët. Kërkoj 100 ditë dhe vetëm 100 ditë për të vendosur në Shqipëri listën italiane të rimbursimit të ilaçeve. Rimbursim 100%. Na duhen 100 ditë dhe vetëm 100 ditë. Që të vendosim të bëjmë realitet kontratën e firmosur me presidentin e Bashkimit Pavarur të Sindikatave të Shqipërisë, për minator, për gjeologët, për naftar, statusin e tyre 100% sipas kontratës. Plotësisht. 100 ditë. Kërkoj 100 ditë. Kërkoj 100 ditë që çdo biznesmen i vogël, çdo biznesmen i vogël t'i ulet çmimi i energjisë nga 18 lek në 6 lek. Të ulet për çdo shqiptar nafta 30-40% të çmimit.
ti përgjysmohet biznismenit të vogël tarife ujë. Ti pjestohet me 5 tarife sipërfaqes publike. Ti vihet kufirit e thana bashkisë. Mos mund të vendos kur tarife taksa mbi biznesin me shumë se 1% të xhiros. Kërkoj vetëm 100 ditë. 100 ditë që çdo fermer i Matit dhe i Shqipërisë, pavarësisht sa tokë ka, apo sa kokë bagti mban, apo sa fidan e mbjell, të subvencionohet për çdo fidan, për çdo kokë bagti, për çdo njësi prodhimi. Jo 2, 3, 5 herë më shumë se sot. Të subvencionohet, aq sa subvencionon Kosova fermerët e vet. Miq, për 1 hektar grur, Kosova jep 500 euro për mbjelljen, jep 100 euro për plerimin kimik, jep 53 euro për naftën, jep 1.350 euro për prodhimin e grurit, për kilogram, total 35 kuintal. Pra, Kosova ju jep fermerëve 10% të kostos së shpenzimeve që bëjnë për tokën, për bagtin, për baçen. Shqipëria 10%. Jo, çdo shqiptar do marr sa çmerr fermeri në Kosovë dhe në Maqedoni. Çdo i ri, mesatarja hiqet, nuk ka më mesatare për të hyrë në universitete. Tarifat e universiteteve pjestohen me 4. Për çdo student. Studentët me bursë do kenë 200 euro bursën, minimumin jetik. Studentët pas përfundimit studimeve, qeveria do paguaj sigurimet shoqërore 1 vit. Trajnimin e tyre. Çdo çift i ri një çati. 30.000 euro grant për të paguar interesat e kredisë. Miqtë mi, ky program nuk është një program as për partinë, as për Sali Berishën. Ky program është për çdo qytetar të këtij vendi. Garantoj se do ketë ulje të madhe në çmimet e ndërtimeve. Prishti, çfarë ndodh sot? A e dini ju që këta kanë 10 fishur taksen mbi sipërfaqen e ndërtimit? Ajo ishte 2% të preventivit apo të çmimit shitjes, të çmimit shitjes, e kanë 2% të kostos, 2% të kostos e kanë kthyer në 10% të çmimit të shitjes. 3% taksa sociale hiqet. Në këtë mënyrë, një ndërtues që do paguon te 400, do paguaj 40, do paguaj shumë e pak. Jo vetëm kaq, por ne do ndërtojmë ndërtesa sociale, gjersa të mbyllim në mënyrë përfundimtare kanalet e narkoerove, që po helmojnë Shqipërinë, që po largojnë shqiptarët,
Ky është programi ynë. Dhe ky program është vetëm 100 ditë. Ditë të tjera është muaj të tjerë, vite të tjera. Shqipëria do bëhet madhështore, ju garantoj unë ju. Se me këto masa, mati, pasuritë e veta do t'i shtrojnë pasuritë matjanëve. Made in Mat, Made in Albania, do jetë krenaria në kombëtare. E afër dita, kur ne të subvencionojmë panelet diellore në çdo çati shqiptari që donë, dhe pas 3 vitesh ai do marrë energjinë falas prej tyre. Ndaj dhe këto 4 ditë që kanë mbetur, 5 ditë, le t'i bëjmë ne 100 ditët e jetës sonë. Të bëjmë sa 100 ditë të këto 4 ditë. Dhe unë garantoj ju se do t'jetë në interesin më të madh direkt të çdo qytetari shqiptar. Dhe kur është interesin më të madh të çdo qytetari, është interesin më të madh të kombit